zonë e preferuar për shqiptarët dhe ju jeni në pjesën tuaj të botës. Do e filloj me diçka që është zonë e preferuar sepse ka portin e Anversës, ku zhvillohet një tregti shumë e madhe droge dhe e preferuar. Prandaj nuk e njeh unë, të gjitha këto që kanë bëjë me drogën si një fare. Ka mungesa. Që nuk do desha ta përmendша se mjaft e përmenin këtu. Jo, është gabimi im që sa përmenda, që se dia këtë gjë, domethënë, kështu që me siguri ka shqiptar, po nuk vinë brenda në territor, rinë te porti. Marrin punë të porti. Jo, ka pas një val të madhe shqiptarë, sidomos në vitet 2000, të cilët kishin marrë kryesisht kontrollin e rrjeteve të prostitucionit, edhe të rrjeteve të drogës edhe të armëve. Po në vitet 2000 Policia Federale dhe e Anversës bëni një pastrim goxha të madh. Kështu që tash i dëgjohen më tepër për tregtinë e drogës. Për këtë dëgjohen ende. Nuk e di, ndonjëherë dhe unë, se s'do doja ta filloni bisedën në këtë mënyrë, po ja kështu na erdhi. Ndonjëherë kur e rrethuar nga njerëz që dëgjoj ky është marrë me drogë, ky ka bërë me drogë. Ti nuk di më këtë besosh dhe çfarë të besosh, nuk di, ke një nuk di vërtet, domethënë, dhe nuk flet. Kjo është e gjitha. Kjo unë kam pas dhe rastin sepse jam përkthyese legalizuar për hollandisht shqip edhe anasjelltas dhe kam pas rastin të përkthej shumë herë në gjykat, apo në gjykatën e lartë, gjykatën e shkallës parë, apo në kërkimet paraprake. Njerëz të arrestuar. Që çfarë thonë? Kush është? Ka një justifikim të përbashkët? E din atë gjuhën që duhet përdoren në tilla raste apo e gjejnë? Çfarë thonë? Justifikimet janë shumë të dobta. Ose mund të them trillimet për sa gjykoj unë, sepse si përkthyes duhet jesh i paanshëm edhe nuk duhet me gjyku në atë moment. Po natyrisht ato historina merren në shtëpi me vete dhe edhe krijohet një perceptim personal. Trillime gënjeshtra që kërkuesit e këtushëm janë shumë. Dikur më pati thonë një nga profesorët e mi që e pata pas edhe në shkollën për kthyse, dhe më pati thonë Gentiana, gjithmonë shqiptarët kanë një veçori, kujtojnë për herë, i kapim sepse kanë atë mendjemasinë për të menduar që shteti që janë më të zgjuar se sa shteti dhe janë më të zotët për t'ia hedhë të tjerëve. Dhe ne dikur ka dal, po i kapim. Nuk Kjo është e bukur, domethënë kanë një vetkënaqësi të gjithë, e dinë që unë jam më i fortë se shteti, domethënë nena jemi të rrahur me vaj me uthull edhe ata s'na kapin dot. Në fakt ata nuk të kapin për sa kohë ju duhesh ashtu i lirë. Pastaj si kam pas thonë dhe këne të hershmit, qeveria e kap leprin me qere, që një shprehje. Edhe kështu dhe kështu. Ju jeni tiranase? Unë mamën e kam tiranse, po kam marrë shumë nga tiransit, babën e kam leskoviqar, nga Leskoviku. Leskoviqar, nësa mami nga Tirana.